Duhet shumë me punu në atë aspekt për mbështetjen e femrës në shoqni. Mendoj që shumë rapa e ende. Femnat kontribojnë po ashtu njëjtë si mashkujt dhe ashtu duhet mu trajtu njëjtë si kur mashkujt. Një mesazh i vërtet është të jenë sa ma të pamvarura, të kenë një identitet fort, të luftojnë për atë vetë-vetën. Si po kalen? Mirë. Doan sa mbështetjen një grua sot? Në ditët e sotit. Si po mendon mbështetjen në grua? Mbështetje prej, domethënë prej gjitha aspekte, prej burrit, prej gjitha gjërave në punë. Duhet shumë me punu në atë aspekt për mbështetjen e femrës në shoqni. Mendoj që shumë rapa e ende. Ka disa përparime, por prap duhet shumë me shku ma përpara. Femnat kontribojnë po ashtu njëjtë si mashkujt dhe ashtu duhet mu trajtu njëjtë si kur mashkujt. Po thonë njëjtë si mashkujt kontribojnë, në çfarë aspekti? Çfarë do aspekti? Aspektit punës, inteligjencës, çdo mënyrë të veprimit, kontributit njëjtë. A mendon që burrat pasi martohen ndryshojnë apo vetëm maskën e heqin? Pas martesës, përgjithësi të pasur. Burrat mundën me qenë njëjtë si para mbrapa mvaret prej edukatës ajo. Nuk mundet mu mshef. Edhe mbas martesës ose para martesës mbetet i njëjti, unë mendoj. A ka për aty që do shta edhe ndryshojnë, për hirë dhe më thënë që martesa i bën me ndryshu, ma familjar? Sigurisht martesa i bën për me qenë ma të konsiderushëm edhe mi pa opcione tjera ma liberale, ma gjana, ma në nivelin ma të njëjtë femën mashku. A në sa ki pas ti mbështetjen e bashortit tënd, në jetë, në këtimin tënd? Kom pas mbështetje gjithmonë, po edhe ai ka mbështetje prej meje. Dhe ai. Kjo është reciproke? Po. Gjë e mirë shumë. Sa mirë që e tha, se shumica kërkojnë mbështetje, po nuk japin mbështetje. Sidomos nga gjenia femërore, nuk do më me dalë klishe kështu. Nështë ai ka ma shumë mbështetje nga ana em se sa unë nga ai. Po unë me aftësitë e mia nuk kërkoj ma shumë. Është që ajo që ka mundet më ndonë, është enough për mu, është mjaftueshme. A ndran sa sot janë bashkëpunojnë çiftet mes vete? Une prej përvojës unë hala jam në martesë bashkëpunoj, po e vërteta është që shumë ndarje ka, edhe ajo është pak shumë tragjike, se me kalimin e kohës ma shumë ndamje po bohen, edhe për mbrapa më kthy në histori, ka qenë diqysh ma ndryshe, ma martesat kanë qenë qëndrueshme, të forta, deri në fund. Po problemi është, s'po di kohënat e reja, teknologjia të reja, ndryshimet në shoqni, ndikojnë gjitha këto në... A është këtë kjo bota virtuale, këto rrjetet sociale, domethënë që ndoshta po ndikojnë shumë deri kjo? Patjetër, edhe ato ndikojnë shumë, patjetër. Mirë, në mes e kemi edhe një problem tjetër, tek familja, domethënë i gruar, domethënë se kemi shumë është edhe familja domethënë e burrit që kanë probleme shumë te një grua që zihen edhe nuk mund ta kalojnë, domethënë ashtu mirë. Si e sheh këtë fenomen që sidomos tek vjerrat? Zdi, unë me vjerën kom pas kontakt fenomenal. Raportet me vjerën krejt mvaret qysh e kanë martesën me burrin mas pari edhe qysh thoj ke vjera jam nusja e mirë është kur e ki djalin e mirë, varet prej djalit, ma shumë. A më në qëtë kjo raport që a qërua që nështë po tek ndarja tek dy qifteve, po kemi shumë raste tek divorcet? Kush po mendon? Dhe më thënë familja e burrit, vjera për shembull. Vjera,
Po sigurisht ka edhe si raste që vjera është ma posesive ndaj djalit dhe aty automatikisht rrjedhin problemet se mendon që e hub djalin e ashtu. Prej aty organikisht rrjedhin probleme çdo herë. Ka disa Une jam nanë, po une shumë kom qef djali jam me qenë i pamvarur, une se kisha bo probleme, kisha pas dëshira aj me qenë ma i lumtur e me kriju familjen e vetë. A shoh se interes ka një herë prind, që ndoshta fëmijët i lindin për, do të thënë, pak për interes që i duan me u kujdes, me qëndru me ta, ose familjen gruan me lanë, dhe me thënë, kur e bie tek një pozitë, që kanë shumë vështirë me zgjatë ose prindin ose gruan. Pak është e komplikuar kjo. Shumë e komplikume, po krejt varet baza, qyshje i edukum. Fatmirësisht, ende këtu ka lidhje të forta mes familjeve dhe nuk i lajnë anash prindet. Ajo duhet të vlerësohet si pozitive. Nuk duhet tash martoshe me i harru prindet, nuk është normale. Është interes, më duhet i me një mytë. Që një interes prind, fëmijën. Thjesht nëse do e lindin një fëmijë që më kujdes për ta me qëndru dhe mi ndalë disa sene, dhe më thënë, kur në shatë pyetje dhe gruaja, që pas me jetu, po duhet me qëndru pa tjetër. Nuk pe kuptoj pse duhet pa tjetër më nda prej prindit. Për shkak për kujtesje, mu qëndru afër me ta. Po, duhet ato marrëdhëniet kultivohen edhe ma shumë. S'do të me shku shumë për para me i harru ato familjes ma të forta që i kemi. Prind duhet deri në fund të përkujdesen nga fëmijët. Këtë një mesazh pas të marrë shumë kohë, për gjitha gratë, gjitha nanat, vajzat e, çaj kështë një mesazh, një këshill. Një mesazh i vërtet është të jenë sa ma të pamvarura, të kenë një identitet fort, të luftojnë për atë vetë vetën, edhe të jenë unike, të jenë të vërteta, mos të shkojnë simbas që me thonë trendeve moderne, që apo di une shoqënise, po t'jenë unike dhe të luftojnë për drejtat e veta, gjithmonë. Ishte krasi shumë, faleminderit shumë për kohën që e dhave për neve.